Boksierja kosovare Donjeta Sadiku ka shkëlqyer në turneun ndërkombëtar Felix Tam të mbajtur në Varshavë, Poloni, duke fituar medaljen e artë në kategorinë deri në 60 kg. Në finalen e madhe, Sadiku mposhti bindshëm britaниken Elise Glynn me rezultatin e pastër 5-0, duke dominuar veçanërisht në 2 raundet e fundit, ku shfaqi forcë fizike, teknikë të lartë dhe përvojë të dukshme në ring. Gjatë rrugëtimit të saj drejt finales, ajo eliminoi fillimisht polaken Aleksandra Jankoviak në çerek finale dhe më pas italianën Rebecca Nicoli në gjysmëfinale, të dyja me të njëjtin rezultat të qartë, 5-0. Ky turne është organizuar nga World Boxing, federata e re e njohur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe ku bën pjesë edhe Federata e Boksit të Kosovës. Pas pjesëmarrjes në 2 olimpiada, Donjeta Sadiku synon të arrijë suksesin e saj më të madh në lojrat olimpike, Los Angeles 2028, ku synon një medalje olimpike, ndërkohë vëllezërit Shpëtim dhe Bashkim Bojaku, që po ashtu përfaqësuan Kosovën, u eliminuan në raundin e parë të këtij turneu.